Me 10 mjete parkojnë çdo ditë në Bregdet duke u kthyer në shqetësim për pushues vendas dhe të huaj. Shumë sipas pushuesve mund të parkojnë në pranë vijës bregdetare duke rrezikuar jetën e tyre. Pushuesit thonë se duhet të merren masa patjetër që të tilla mjete të mos parkojnë afër çadrave, aty ku ka fëmijë të vegjël, të cilëve u rrezikohet jeta. Siguria në plazhe duhet të jetë një prioritet i organeve ligjzbatuese, ndaj pushuesit apelojnë për më tepër vëmendje ndaj fenomenit negativ që po ndodh në Bregdetin e Vlorës, të parkimit të mjeteve deri pranë Bregdetit. Si hapësirë është mirë, kurse nga ana e pasardhësisë është për tokë. S'ka as kosha, as ku mund të hedhën metorinat për një gjë që mund të hanë klientët apo të pinë. Dhe pi ujë ku da shishen. Mjetës, po, edhe mjetët parkojnë vend e pa vend. Ka ardhur, unë këtu jam për ditë, ka ardhur policia një ditë, sistemoj ca në një anë, tha jo në 2 anët. Edhe ajo është problematike, edhe parkimi. Megjithatë, ku do parkojnë? Jo, ka hapësirë. Ka hapësirë publike. Hapësirë publike do i them se... Ka dhe makina që parkojnë shumë afër bregut. Po, ka dhe nga do, është problem. Ata ndoqi policia. Ata që ishin më afër bregut, duke i nxjerrë të sistemora, në njërën anë. Po, kujdesi duhet shumë i madh, rrezikojmë ja. Shife, ai fëmijë që i vogël është, po i kërvete, po kalon rrugën. Kujdesi duhet. Janë për neve që këtu e kam për diçka që është i qetë, kemi vend për të parkuar. Mirë, do të ka, e marrë me vete këto, nuk paguajmë një gjë, do nëse ka gabim, do të caktojnë të këmbërë një vend atje, me kufizime, po se s'kam vend ata shënjë për shumë aty. Ja, dhe unë këtu e kam vend këtu me ata. Po e ke parkuar? Normale. Edhe estetikën dhe tjerat, edhe për efekt estetike nuk është... Po ata kam vend personel këtu, nuk bëjnë detyrën ata, sepse e shikojnë disa që janë me ato uniformat, pastrojnë, ata mund të marrën dhe këtë detyrë, këti, sa vetë atje ti thotë riket se bëndë. Ata janë, do të jenë policia, do të jetë, ata e kanë të drejtën që të... Mirë, zonë e mirë është. Ka filluar të rregullohet edhe të përmirësohet një çik, se vitin e kaluar ka qenë më ndryshe, edhe këtë vit është përmirësuar, sidomos me ato pjesën e Lugommarës që mund të përmirësohet akoma më shumë. Jo, kjo s'duhet vazhdoj, duhet sistemohen, të ketë një vend apo stafat ku të përcaktohet bile edhe nga bashkia se ky vend është për parkim. Mos shpërndajnë makinat vende pa vend ose edhe që rregullojnë edhe qarkullimin. Por ka pas raste që rregullojnë qarkullimin edhe mundet të rrezikojnë njerëzit që mund të kalojnë fëmijët me vrap ose personat e tjerë me fjalë të pakujdesur. Duhen marrë masat edhe bile qarkullimi rrugor duhet patjetër të bëjë një kontroll her pas here këtu. Por edhe pse, ditët e fundit, policia rrugore dhe ajo bashkiake, për mjetet të cilat parkojnë në Bregdet, ka marrë një sër masash administrative ndërshkuese, numri mjeteve që parkojnë në Bregdet edhe për gjatë kësaj të martë është i lartë.